Pas 12 ditëve përgatitje në terene të hapura dhe në palestër, si dhe një ndeshje kontrolluese të zhvilluar dhe me disa lëvizje, me prurje dhe largime të lojtarëve. Klubi i futbollit Shkëndija ka dita e sotme ka udhëtuar për në Antali të Turqisë, ku do zhvillon fazën kryesore të përgatitjeve për pjesën e dytë të kampionatit, si dhe ndeshjen e play-offit të UEFA Conference League, që tani më ka mësuar dhe kundërshtarin që është skuadra turke Samsunspor. Pra ekipi në Antali do të punon në kushte të nivelit të lartë deri më një shkurt, kur ekipet sërish do të vazhdojnë fazën e fundit të përgatitjeve në terenet vendore. Në Turqi ekipi do zhvillon 4 ndeshje kontrolluese, ndërsa e para zhvillohet më 20 janar kundër skuadrës Oleksandria nga Ukraina. Në ndërkohë që kuqezin deri më tani kanë angazhuar 2 futbollistë si Drilon Islami dhe Fat Nxengue, ndërsa janë larguar Kris Mancake, Egzon Belica, Kamer Çaka, Florent Ramadani dhe Fiton Ademi. Flitet se skuadra tetovare ditëve në vijim do të angazhon dhe 1 apo 2 futbollistë cilësor. Kujtojmë se pjesa pranverore e kampionatit fillon më 10 dhe 11 shkurt, ndërsa Shkëndija në gjiron e 17 është njëkoqire e ekipit Struga Trim Lumb, ndërsa përballja me Samsunspor fazën e play-offit me eliminim direkt, ndeshja e parë që do të luhet në arenën Todor Proeski në Shkup, luhet më 19 shkurt, ndërsa ajo kthyese më 26 shkurt në transfert.